identiteti i besimtarit formsohet me ngjyrimin e adhurimit. Sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibgha liqaumin abidin. Çka popull që adhuron ngjyra, jo shumë ngjyra, jo koloret, jo laraman, një ngjyrë, sibghat Allah, ngjyra e tauhidit, ngjyra e njëshmërisë, ngjyra e përulës vetëm para madhisë Allahut Azza wa Jall, që refuzon idhujtarin, bestritnin, refuzon çdo gjë që realisht qëndron mes meje dhe me Zotin tim. Dhe kjo është nder që Allah ka hap neve. Na kemi të drejtën me komuniku me Allahun direkt, duke lutë pa ndërmjetësime. Kërkojmë falë tek Allahu pa u rrëfyer tek kleri. Shkojmë atje kërkon direkt. Andaj identiteti jon është edhe i shpërfaqur në mënyrën e organizimit të jetës tonë në përputhje me adhurimin, që mundohemi fjalët tona dhe veprat tona gjithmonë t'i ndërtojmë mbi bazë asaj që është Allahu i kënaqur. Çka e dallon muslimanin? Pse shkon këtu? Allahu don. E pse shkon këtu? Allahu s'don. Apo, çka është që të ti dallosh? Kush jam unë? Unë jam një rob i Zotit, i krijuar, i cili në vazhdimsi synon me përpjekjet e tij, krejt çka ka, ti koordinon në përputhje me kënaqësinë e Allahut. Çka është kur të vë dikur çka jeti? Çka jam unë apo? Çka është e përgjithshmja? Pastaj detajzohet në forma të shumta.